Mirë se erdhët në episodin e sotëm. Unë jam Dena dhe ju përshëndes. Uroj t'jeni mirë edhe t'jeni rehat-uar, sepse sot do të flasim për një nga temat më të ndjeshme për çiftet. Parat, edhe se si ato shpesh kthehen në një burim konflikti në martesë. Në fakt, nëse mendojmë për konfliktet, ato mund të vinë nga komunikimi i dobët, pritshmëritë e parealizuara, mund të vinë nga menaxhimi i parave apo edhe ndikimi i familjeve. E kjo e fundit në Shqipëri ndodh casi më tepër se ç'duhet të ndodh. Kemi folur në episodet e serisë së parë, sidomos për mënyrën se si komunikojmë, sepse komunikimi është thelbi, është ajo që është më e rëndësishmja, është aja e marrëdhënieve. Por është e pabesueshme sa shumë tension mund të krijohet nga buxheti i përbashkët. Shpenzimet e përditshme, kursimet, apo edhe mënyra si secili partner e sheh paranë. Në këtë bisedë ne do të shqyrtojmë pse financat janë një nga shkaqet kryesore të mosmarrëveshjeve, si ndikon mungesa e transparencës ose pritshmëritë e ndryshme, edhe mbi të gjitha, si mund të menaxhohen më mirë për të shmangur konfliktet. Ndërsa flasim për parat, po më vjen ndërmend një histori e një politikani irlandez, të cilit i humbi karta e kreditit. Dhe kur i tha një prej kolegëve të tij, ka 10 ditë që më ka humbur karta e kreditit, kolegu e pyeti, a e ke denoncuar në polici? Po. Edhe politikani irlandez ju përgjigj jo, sepse në fakt hajduti po shpenzon shumë më pak se gruaja ime. Okej, flasim pak më seriozisht tani. Do përpiqemi të flasim më seriozisht, sepse parat janë një çështje serioze. Patjetër që janë çështje serioze, do të thoya që janë çështja më serioze. Po duke qenë që ne nuk është se kemi bërë punën më të mirë të mundshme me to, jemi përpjekur për sa i përket financave, tham që do të ishte mirë të mund të bërim disa kërkime për të parë se cilët ishin personazhet që kishin një ndikim tek çiftet e reja, pra në mënyrën se si ata menaxhonin parat, edhe se si mund të kishin një skem të mirë për ta bërë siç duhet këtë. Dhe menduam që duhet të shohim pak më shumë për personazhin e Dave Ramsey. Kush është ky? Është një nga këshilluesit financiar shumë të njohur, jo vetëm në Amerikë, është një personazh sidomos mediatik shumë i ndjekur. Ai ka një histori interesante, në fakt në moshën 26 vjeçare, fitonte mbi $1.5 milion në vit dhe po ashtu menaxhonte një portofol prej $4 milion në pasuri të patundshme. Por vetëm 2 vite më vonë humbi gjithçka. Dave Ramsey është kthyer në një nga burimet më të besuara të këshillave financiare në SBA. Programi i tij radiofonik, The Dave Ramsey Show, ndiqet nga rreth 20 milion dëgjues çdo javë në më shumë se 600 stacione radio. Një nga thënjet e tij më të njohura është: nëse jeni të martuar dhe mbani financat e ndara, nuk jeni një ekip. Jeni thjesht bashkjetues me unaza martese. Kjo e thekson rëndësinë e transparencës dhe unitetit financiar në martesë. A mendoni se kombinimi i martesës me financat është një recetë për katastrofë? Nuk jeni vetëm. Paraja është arsyeja numër 1 pse çiftet zihen dhe shkaku i dytë kryesor i divorcit pas tradhtisë. Kështu që pavarësisht nëse sapo jeni martuar apo keni dekada bashk, me shumë gjase keni ndjerë tensionin që sjell menaxhimi i parave si një ekip. Jo t'i harxova më pak, jo t'i harxova më shumë, jo për çfarë harxova, jo po tani nuk mund të bëjmë kaq shumë shpenzime etj. Sado që ta doni njëri tjetrin, bashkimi i jetëve tuaja, pra i parave të tij me paratë e saj, nuk është gjithmonë i lehtë. Është një rrugë me kthesa të forta. E gjithë kjo sepse secili prej jush vjen nga përvoja të ndryshme jete dhe i ka perceptuar dhe përjetuar ndryshe ato situata. Prandaj shpesh lindin 2 mënyra krejt të kundërta të parit parave. Prandaj tregoni mirëkuptim me njëri tjetrin, flisni hapur edhe përdorni disa hapa të thjeshtë për të ndërtuar ura mes jush dhe jo për t'i djegur ato. Hapi i parë që sugjerohet është mbani një llogari bankare të përbashkët. Shumë çifte mendojnë se mënyra më e mirë për të shmangur zënkat për parat është të mbajnë llogari të ndara. Paga e tij shkon në një llogari, e saj në një tjetër, dhe secili paguan faturat veç e veç. Tingëllon e thjesht apo jo? Gabim? Kjo mund të duket e parëndësishme tani, por shpesh krijon probleme të mëdha financiare dhe probleme të tjera në marrëdhënie më vonë. Martesa në fund të fundit është një partneritet. Nuk ka më paratë e tij edhe paratë e saj. Kur martohen një burrë dhe një grua, pastori thot, të dy bëhen një. Ndaj ndarja e parave dhe faturave është një ide e keqe që sjell vetëm tension. Bashkoni të gjitha paratë dhe filloni të shihni si të përbashkëta. Hapi i dytë,
Diskutoni së bashku për zgjedhjet tuaja të jetesës. Le të përmendim një shembull. Nëse juve ju duhet që të rifreskoni garderobën, jeni të kënaqur nëse shkoni dhe bleni gjërat të dorës së dytë, ndërsa partneri juaj do që të ketë të gjitha gjërat e markave të njohura dhe paguan çmimin e plot. Nëse të ardhurat tuaja nuk e lejojnë këtë nivel shpenzimesh, duket që kemi një mosmarrveshje të stilit të jetesës. Sepse martesa, në fund të fundit, ka të bëjë me dy gjëra. Po. Kompromis dhe komunikim. Pa duhet të flisni hapur për atë që është më e rëndësishme për secili dhe të krijoni një buxhet që reflekton prioritetet e përbashkëta. Ndoshta kjo do të thotë të ulni shpenzimet për darkat jashtë, nëse dëshironi më shumë hapësirë për hobi apo për të shpenzuar për veshje. Dhe nëse njëri prej jush ka shije më të shtrenjtë, kërkoni mënyra më të zgjuara për të shpenzuar. Mund të blini gjatë uljeve në outlet në vend që të paguani me një çmim të plotë. Stili juaj jetesës duhet të përputhet me të ardhurat reale, jo me atë që do doni të kishit. Me pak fjalë, shtrini këmbët sa keni organin. Sepse rrjetet sociale na kanë hapur goxha punë, për të thënë të vërtetën. Njerëzit shohin postime perfekte në Instagram, në Facebook, edhe duan që të duken njësoj si në ato postime. Megjithatë, duhet kemi kujdes mos ta lëm veten të bijem në gropën e shpenzimeve të tepruara. Kjo do të sjellë shumë kokëdhëmbje. Sidomos kur nuk ka aq shumë zero në llogarinë bankare. Sidomos. Po edhe nëse janë ato zero në llogarinë bankare, është mirë që të bëjmë shpenzimet në mënyrë të llogaritur, mendoj. Do të thënë, vetëm nëse ke 6-0 është, mund të ja lejosh vetes diçka më shumë. Ka një raport midis cilësisë, po themi, edhe çmimit, që mund të jetë fair, pra mund të jetë i drejtë, por pjesa më e madhe e njerëzve blenë më shumë për status se sa vetëm për cilësinë. Kështu që edhe nëse do të kisha shumë zero, mendoj në llogari, do ndaloja tek cilësia dhe kaq. Sepse mendoj që njerëzit e lidhin bon vivant, që thon francezit, jetesën e mirë, të jetuarit mirë me shpenzimet, por në fakt edhe kuzhina më luksoze sot në botë ka lindur nga ajo që italianët e quajnë la cucina povera, kuzhina e varfër, por që din ta ujdisësh me shumë lezet. Çdo njeri ka një mënyrë të ndryshme të menduarit për paratë dhe shpesh të kundërtat tërhiqen. Mund të ndodhë që njëri për jush, për shembull, të jetë më i organizuar dhe i apasionuar pas shifrave, ndërsa tjetri të jetë më i lirë si puna ime, pa u lidhur shumë pas shifrave. Ndoshta njëri është kursimtar, edhe tjetri ka tendencën më shumë për të shpenzuar, por mos asnjëri nga ne dy këtu. Unë nuk di ku jemi, do me thënë jam duke menduar që ku jemi më shumë. Jemi diku në mes. Që janë kursimtar apo nuk po të themi që jemi shumë kursimtar, pa as shumë shpenzues. Nuk kemi bërë punën më të mirë me financat. Ky ishte fjala më e dur, nuk kemi bërë punën më të mirë me financat. Por nuk kemi qenë as, po themi, persona që vazhdimisht kanë shpenzuar pa kufi. Ndoshta njëri është kursimtar dhe tjetri ka tendencën më shumë për të shpenzuar, por mos të harrojmë, këto dallime nuk janë problemi kryesor i financave në martesë. Problemi lind kur njëri nuk dëgjon mendimin e tjetrit, ose kur dikush tërhiqet krejtësisht nga menaxhimi i financave. Pra, edhe një herë, kush ishte problemi? Komunikimi. Por ju që jeni të fiksuar pas financave, mos i mbani detajet e parave vetëm për vete dhe mos i përdorni njohurit për të komanduar partnerin që ka një raport më të lirë, po themi me lekët. Që harxhon më pak. Jo thjesht që harxhon më pak, por që le të themi i ka lënë në dorë të partnerit financat, menaxhimin e tyre dhe nuk është shumë i përfshirë në këtë gjë. Dhe nëse jeni partneri që nuk i jepni shumë rëndësi, mos thoni thjesht po, duket mirë, dhe mos merrni pjesë fare, pra mos keni asnjë lloj përgjegjësie. Ju keni një votë në buxhetin tuaj. Jepni mendime, shortim dhe inkurajim kur duhet. Ka një lajm të mirë në gjithë këtë. Duhet të kujtojmë, jemi në të njëjtin ekip. Përdorni diferencat tuaja të personalitetit për të krijuar një ekip më të fortë dhe më të bashkuar financiarisht. Hapi i 4. Mos lejoni që diferencat në pagë t'ju ndajnë. Jo kush merr më shumë, jo kush merr më pak, ajo që tha më lart. Po sepse në shumicën e çifteve, në fakt njëri fiton më shumë se sa tjetri. Është shumë e rrallë që të dy të kenë paga të barabarta, por ja ku qëndron problemi. Ajo diferenca, qoftë 50.000 lek apo 500.000 lek, më shumë në vit mund të kthehet në burim tensioni. Sepse në vend që të shihni të gjitha të ardhurat si parat tona, ai që fiton më shumë mund të mendojë se ka më shumë të drejtë të vendos. Pra ka vetën, sepse rroga e tij është shumë e lartë. Por kjo është recetë për telashe, qoftë financiare, ashtu edhe në marrëdhënie. E vërteta është kjo, nuk janë paratë e mia apo paratë e tua, janë paratë tona. Dhe nëse e përdorni pagën më të lartë si kartë pushteti, në fakt ajo që po bëni është se po i shtoni benzinë zjarrit.
Nga ana tjetër, ai që fiton më pak ose që qëndron në shtëpi me fëmijët, shpesh ndihet sikur nuk ka të drejtë të flas fare për buxhetin. Sidomos shumë nëna në shtëpi thonë se ndihen në faj edhe kur duan të blejnë diçka më shumë se gjërat bazë. Por mos harroni, jeni në të njëjtin ekip, edhe nëse flasim për nënat, gjitha mamat që shndrojnë në shtëpi dhe kanë vendosur të merren me rritjen e fëmijëve dhe mirëmbajtjen e shtëpisë, janë duke bërë një punë të papaguar. Besoj që është e kuptueshme se sa vlerë sjell një prind në shtëpi. Vetëm kujdesi i përditshëm kursen shumë para për familjen. Sigurisht. Hapi 5. Mbajini blerje dhe financat të hapura. Tradhtia në martesë nuk ka të bëjë gjithmonë me një lidhje jashtëmartesore. Ndonjëherë ndodh kur je i pabesi ndaj shëllimeve të përbashkëta financiare. Si për shembull, kur hap një llogari ansore ose fshe para. Ço do thot hap një llogari ansore? Do të thotë që ke një llogari të cilën partneri apo partnerja jote nuk e di që ekziston dhe aty je duke fshehur para. E njëjta gjë vlen dhe nëse ke borxhe që partneri yt nuk i di. Ky është mashtrim dhe në fund dëmton besimin financiar. Prandaj është thelbësore të jeni të hapur edhe të ndershëm për çdo llogari kursimi, kartë krediti apo shpenzim që mbani më njanë. Është koha të pranoni të vërtetën dhe të ecni përpara. Pastaj nisni të punoni përsëri për të ndërtuar besimin financiar. Rikthehuni te qëllimet që keni vendosur së bashku dhe kujtoni pse po e bëni këtë, sepse në fund të fundit jeni në këtë udhtim bashk. Hapi 7. Vendosni pritshmëritë së bashku. Kur bëhet fjalë për para dhe marrëdhënie, pritshmëritë e parealizuara shkaktojnë shumë konflikte. Është mënyra më e shpejtë për të ndier zhgënjim ndaj partnerit. Mendo për këtë. Nëse gjithmonë ke besuar se pas martesës duhet menjëherë të blesh një shtëpi, mund të ndihesh i mërzitur kur për vjetorin e parë e feston ende në një apartament me qira. Por, me qira ose jo, mos lejoni që pritshmëritë e pakontrolluara t'ju shkatrojnë marrëdhënien financiare. Është shumë më e shëndetshme të flisni hapur, të përcaktoni pritshmëri reale dhe t'i përballoni gjërat si ekip. Konflikte në martesë për shkak të financave. Ja tek janë 7 hapat për t'i shmangur. Së pari mbani një llogari të përbashkët. Pastaj, diskutoni zgjedhjet e stilit të jetesës. Së treti, njihni dallimet tuaja të personalitetit edhe përdorini si forcë. Së katërti, mos lejoni që diferencat në pagat ju ndajnë. Së pesti, mbajeni financat dhe blerjet transparente. Së gjashti, vendosni shëllime financiare së bashku. Edhe së fundi, përcaktoni pritshmëritë si çift, që të mos zhgënjeheni nga ëndra të parealizuara. Në fund të fundit, gjithçka ka të bëjë me transparencën, komunikimin dhe faktin që jeni në të njëjtin ekip. Dhe kur parat trajtohen si diçka që ju bashkon, jo që ju ndan, martesa ka më shumë gjasa të lulëzojë. Deri tani kemi folur për logjikën e shëndosh, për hapa praktik që ndihmojnë çiftet të shmangin konfliktet financiare. Të gjitha këto janë këshilla shumë të vlefshme për përditshmërinë. Por tani duam të shohim edhe nga një kënd tjetër, këndvështrimin biblik. Çfarë na mëson fjala e Zotit për financat martesë? Sepse në fund të fundit martesa nuk është thjesht një partneritet praktik, është një bashkim shpirtëror ku dy bëhen një. Edhe këtu vjen pyetja. A ka vend për paratë e tij dhe paratë e saj në një martesë biblike? Apo kjo bie ndesh me parimin e unitetit? Le të eksplorojmë bashkë këtë ide. Mendoni për këtë metaforë. Dora e majtë dhe dora e djathtë nuk mendojnë për ndarje, izolim apo konkurrencë. Nëse do të mund të flisnin, do të thoshin se janë një. Pra, ky është thelbi i idesë biblike të bashkimit, të bërit një mish. Kur mendoni për këtë, pyetni veten, si mund të zbatohet ky parim në mënyrën se si shikoni paratë dhe martesën tuaj? A janë financat një mjet që ju bashkon apo diçka që krijon ndarje? Bëhet fjalë për dy njerëz që me qëllim përpiqen të jenë një në gjithçka, në emocione, në vendime, po, edhe në financa. Pra, le të fillojmë me diçka praktike. Mund të përmendim disa shembuj të qëllimeve të menjëhershme dhe afatgjata për një martesë që, siç e tham në fillim, pra, sipas këndvështrimit biblik, është të bërit një trup. Nëse flasim për ne si çift, ne jemi një, në qëllime, në ëndra, në ide, në shpresa, në Krishtin, në kish, në punë, për djalin, për pushimet, pasionin, për kushtimin, kursimet, shpenzimet, investimet, për llogaridhënien, rrëfimet, misht, ka kaq shumë gjëra për të përmendur apo jo. Duket shumë ndoshta, por ky është realiteti i një martese ku dy njerëz punojnë që të jenë një në çdo aspekt, shpirtërisht, emocionalisht dhe financiarisht. Po nëse kthehemi te paratë, Marcel, çfarë ndodh me to? Nuk është e pazakont në këshillime që çifteve t'u shfaqet një mungesë e praktikës së një trupi të vetëm, ashtu siç e përmendëm pak më përpara. Kur bëhet fjalë për financat, shumë herë këshilluesit takojnë çifte që kanë probleme
me paratë e tij dhe paratë e saj, ku preferencat e tyre ndajnë çiftin. Pra nëse po përpiqeni të jeni një trup në martesë, të jeni një trup edhe në financa, duhet të jetë natyrshme. Mos ndjekja e unitetit financiar nuk është thjesht një çështje parash. Është një problem sistemik që tregon mungesë uniteti edhe në fushat e tjera të martesës. Nëse një çift nuk mund të jetë një trup në financa, sigurisht do të shihni edhe të tjera çarje në marrëdhënien e tyre. Në anën tjetër, të jesh një trup në financa do të thotë që çiftet janë të përgjegjshëm njëri ndaj tjetrit dhe po ashtu kanë vizionin e përbashkët për mënyrën se si lidhen me paratë. Kjo nuk do të thotë që gruaja nuk ka para për të shpenzuar për veten ose burri nuk ka asgjë. Do të thotë thjesht se kur bëhet fjalë për paratë, ata janë një. Çdo çift duhet të gjejë mënyrën e vet për të menaxhuar financat sipas karakteristikave të partnerëve. Nuk ka një mënyrë të vetme që funksionon për të gjithë. Çdo çift duhet të ulet dhe të flasë hapur për mënyrën se si do të arrijnë unitetin financiar, të janë një trup edhe në para. Secili çift mund të ketë mënyrën e tij se si e bën këtë. Në një çift mund të jetë gruaja që menaxhon pothuajse të gjitha financat, ose mund të jetë ndryshe në periudha të ndryshme kohore. Bashkëshorti mund ta bëjë këtë për shembull në vitet e para të martesës, por mund të jetë më e lehtë që gruaja të merret me financat kur bëhet nën me kohë të plotë. Pra, kjo është diçka që çifti e vendos vetë në raport me atë që është më e favorshme në varësi të situatës. Ja cilat janë disa mënyra që përshkruajnë zakonet tona financiare. Së pari, të dy kemi lirinë të blejmë gjëra për veten. Së dyti, diskutojmë çdo shpenzim jashtë kostove ditore. Së treti, ne kemi një buxhet. Së katërti, marrim vendime për shpenzimet së bashku. Kemi një marrëdhënie financiare të hapur, transparente dhe përgjegjëse. Kemi disa investime në Dubai, Ajo e di çfarë bëj unë me paratë tona. Po. Unë e di çfarë bën ajo me paratë tona. Pra, ne përpiqemi që paratë jenë një mjet për të lavdëruar Zotin. Nëse jemi të pasur, jemi të pasur të dy. Nëse jemi të varfër, jemi të varfër të dy. Ne jemi një ekip, duke punuar së bashku për të lavdëruar Zotin me paratë që ai na ka dhënë për t'i menaxhuar. Sigurisht, kujdesi dhe menaxhimi i financave është elefanti më i madh në dhomë, siç është ajo shpreha tipike kur flasim për paratë, por si çift që punon për unitet, mund të bëhet një mënyrë për të ndërtuar besim, transparencë dhe bashkëpunim. Në fund të fundit, gjëja më e qartë për financat në martesë është kjo. Nuk ka paratë e tij apo paratë e saj, ato i përkasin Zotit. Kur grindemi për paratë në martesë, në thelb po grindemi për diçka që nuk është e jona. Mos harroni, martesa është një ekip dhe financat mund të jenë një mjet për të ndërtuar unitet, besim dhe lavdërimin e Zotit. Zoti ju bekoft dhe deri në episodin tjetër punoni së bashku duke qenë një trup në çdo aspekt të jetës suaj.